Njëri ndër kryetarët e sapo zgjedhur të partisë Vlen, Izet Megjiti, ka vlerësuar se bashkimi i këtij koalicioni ka ardhur në momentin e duhur. Ai në emisionin Debat në Shenja theksoi se modeli udhëheqës me 2 kryetarë në kuadër të Vlenit ka sjell një frymë të re demokratike në vend. Bashkimi i Vlenit vjen në kohën e duhur, nuk është as e sforcuar, as e vonuar. Për shkak se nuk është e lehtë, pra të bashkohen subjektet të cilët në kaluarën ndoshta kanë qenë edhe në drejtimet kundërta në momente edhe kundërshtar politik, kështu me radhë, mirë po mendoj që kemi dëshmuar që dim ta lexojmë votuesin shqiptar, dim ta dëgjojmë votuesin shqiptar, fillimisht pra duke u bashkuar si opozicë shqiptare që mundsoj pra ndryshimin dhe thyrjen e monopolit. Megjiti në këtë emision gjithashtu foli edhe për prioritetet dhe orientimin politik të kësaj partie të re. Sipas tij, ndryshime rrënjësore në mes të mandatit nuk janë të mundshme, por thelbësor mbetet orientimi politik i Vlenit. Mendoj në mes të mandatit ne nuk mund të ndryshojmë radikalisht. Ajo që është ndryshim, domethënë, është orientimi partisë Qendër e Djathtë, që në fillim nuk ka qenë pozicionuar ideologjikisht e definuar, për shkak se ka pas më shumë subjekte dhe ka pas dallime, domethënë, këtë koncept. E dyta, mendojmë që Vleni tash me 1 zë do jetë më faktor për proceset brenda vendit dhe në rajon, edhe me pres që do të dinamizohen realizimi i programit dhe i synimeve të Vlenit. Duke komentuar kongresin e partisë që u mbajtë të shtunën më 9 maj, kreu i Vlenit vlerësoi si zhvillim të rëndësishëm pjesëmarrjen e kryeministit të vendit, Krishtian Mickoski, në një kongres të partive shqiptare. Sipas tij, kjo është hera e parë që një kryeminist merr pjesë në një aktivitet të tillë politik të partive shqiptare.